Një tërmet i fortë me një magnitud prej 6.1 ball goditi ishullin grek të Kretës të njëjtë në mëngjes sipas sismologëve. Lëkundjet u ndjen në të gjithë rajonin duke përfshirë pjesë të Izraelit, Egjiptit dhe Qipros. Tërmeti ndodhi rreth orës 6:19 të mëngjesit sipas orës lokale të kësaj të njëjteje dhe epiqendra e tij ishte në veri të Kretës, sipas të dhënave paraprake nga qendra sismologjike euromesdhetare dhe shërbimi gjeologjik i SHBA-s. Tërmeti goditi në një thellësi prej 69 kilometrash. Epiqendra e tërmetit ndodhej afërsisht 59 kilometra nga Agios Nikolaos dhe rreth 74 kilometra nga Irakleion, të dyja në ishullin e Kretës. Rridhja u raportua në të gjithë ishujt e Egjeut dhe pjesë të Greqisë kontinentale përfshirë Athinën. Raportime më të largëta për dridhje erdhën nga Izraeli, Egjipti dhe Qipro. I shkurtër por i fortë, një dridhje e fortë e gjithë shtëpia po dridhej dhe mos zgjoi, shkruaj në një raport të paraqitur nga përdoruesi nga Agios Nikolaos në faqen e internetit të MSC-s. Rajoni është pjesë e një prej zonave më sismike aktive të Evropës, ku bashkohen pllakat tektonike afrikane dhe euroaziatike. Tërmetet janë të zakonshme në këtë zonë, veçanërisht përgjatë harkut helenik, i cili historikisht ka prodhuar ngjarje të mëdha dhe dëmtuese. Tërmeti i kësaj të njëjteje vjen pas një tjetër tërmeti me magnitudë 6 që goditi detin Mesdhe javën e kaluar. Ky tërmet i mëparshëm u ndje fuqishëm edhe në Kretë dhe ishujt e Egje, me dridhje të raportuara deri në Egjipt dhe Izrael.